Një shtetase shqiptare në Itali zbulon një skandal në procesin e votimit jashtë vendit. Zarfi që shkoi në shtëpinë e saj ishte pa fletën e votimit brenda. Një spot elektoral i kandidatës së Partisë Socialiste për Shkodrën ka ndezur reagime për përdorimin e skenave dramatike në fushat. Për të dytën natë radhazi, Spitali Elbasanit është zhytur në errësirë totale pa ndihmën e gjeneratorëve. Vizita në Auschwitz e paguar nga turistët shqiptar rezultoi një premtim bosh nga organizatorët e udhëtimit. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-u. Një shtetase shqiptare në Itali ka denoncuar në redaksin ton se mori zarfin për votim, por pa fletën e votimit. Ky rast ngresh shqetësime serioze për transparencën e procesit zgjedhor për shqiptarët që ndodhen jashtë vendit. Një shtetase shqiptare që jeton prej vitesh në Itali ka ngritur shqetësimin për parregullsi serioze në procesin e votimit për shqiptarët në diasporë. Ajo ka deklaruar se ka marrë sot zarfin që u dërgohet shqiptarëve jashtë vendit për të ushtruar të drejtën e votës, por në mënyrë të çuditshme dhe të papranueshme. Zarfit i mungon një element thelbësor, fleta e votimit. Sipas dëshmisë së zonjës, e cila ka ndikur të gjitha procedurat e kërkuara për të marrë pjesë në votime, zarfi përmbante vetëm dokumentet shoqëruese, por jo fletën që i mundëson votimi real. Ky incident ngre pikpyetje të mëdha mbi transparencën dhe korrektësinë e procesit të votimit për shqiptarët jashtë vendit. Rasti i zonjës është vetëm një shembull i një problemi që mund të jetë më i përhapur se sa mendohet. Organizatat që monitorojnë procesin zgjedhor dhe autoritetet përkatëse duhet të reagojnë për të qartësuar nëse bëhet fjalë për një rast të izoluar apo për një problem sistematik që rrezikon të cënojë të drejtën e votës për mijëra shqiptar në diasporë. Kandidatja e Partisë Socialiste Dona Bilali publikoi ditën e djeshme një spot elektoral të diskutueshëm ku përdori një skenë dramatike në spital. Videoja u kritikua si manipulim emocional dhe teatër i pavend nga shumë përdorues të rrjeteve sociale. Gjysh marr. Që si e marr gjysh? Ju nuk të lini as të vdesësh. Mishërimi i kësaj shprehjeje është pikërisht spoti i publikuar së fundmi nga kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës, Dona Bilali. Ai ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku përdorimi i një skene dramatike nga spitali është konsideruar nga shumë ndjekës si i papërshtatshëm dhe emocionalisht manipulues. Në vend që të promovonte projektet për të ardhmen dhe vizionin për të çuar përpara vendin, Dona ka zgjedhur të fusë shqiptarët në sallën e reanimacionit. Në video në fjalë, aktori luan rolin e një pacienti të shtrirë në spital i cili me zë të dobët pyet mjeku nëse do të jetojë deri më 11 maj, data e zgjedhjeve vendore, për të mbajtur fjalën që i ka dhënë Dona Bilalit se do ta votojë. Mjeku i konfirmon se do të jetë gjallë atë ditë. Pacienti ngrihet me entuziazëm dhe i uron mandatin zonjës Bilali. Edhe regjisorët më të famshëm indian do e kishin zili këtë krijimtari. Ky spot është përballur me kritika të shumta në rrjet, ku përdoruesit e kanë cilësuar si teatër pavend apo fantazi çyryk. Ndërkohë, disa mbështetës të Bilalit e kanë mbrojtur videon si një formë kreative për të nxjerrë në pavendosmërinë për të votuar dhe besimin ndaj kandidates. Shkodra është mbajtur gjithmonë në vendin e parë për humorin dhe vlerat e larta të humanizmit e qytetarisë, por këtë radhë shkëlqeu. Spitali Elbasanit ka mbetur pa drita për më shumë se 2 net radhazi, ndërsa gjeneratorët nuk funksionojnë. Qytetarët denoncojnë rrezik serioz për jetën e pacientëve dhe dështim total të sistemit shëndetësor në vend. Gjendja në spitalin e Elbasanit. Një situatë e papranueshme dhe alarmante është denoncuar nga qytetar të ndryshëm në redaksin ton. Spitali i Elbasanit është zhytur në errësirë totale për të dytën natë radhazi, ndërsa gjeneratorët, të vetmet pajisje që duhet të garantonin funksionimin në raste emergjente, nuk punojnë. Pamjet e dërguara tregojnë qartë ambientet e spitalit pas një ndriçim, ndërsa në sfond dëgohet nga qytetare që shpreh shqetësimin se gjyshi i saj është shtruar për një ndërhyrje kirurgjikale urgjente për apandisitin. Ajo e përshkruan situatën si shumë skandaloze dhe të rrezikshme për jetën e pacientëve. Është nata e dytë që fiket drita në spitalin e Elbasanit, errësirë totale. Imagjino, dikush në sallë operimi apo në urgjencë, çfarë ndodh? Kjo nuk ndodh as në vendet më të varfra të botës, shprehet një nga denoncuesit. Kam gjyshe në reanimacion, për 1 orë, janë fikur dritat, as gjeneratorët nuk punojnë. Gjyshi jeton vetëm fal aparaturave dhe ato janë jashtë funksionit. Mjekët po japin oksigjen në mënyra primitive, është tmerr.
Çfarë po heqim këtu? Nuk ka emër, thot një tjetër qytetare. Kjo nuk është hera e parë që ndodh një situatë e tillë në këtë spital. Sipas qytetarëve, edhe një natë më parë ndodhi e njëjta gjë, duke rritur shqetësimin për sigurinë e pacientëve dhe dështimin total të sistemit shëndetësor në menaxhimin e rasteve emergjente. Nëse një pacient humb jetën për shkak të këtyre kushteve, kush do të mbajë përgjegjësi? Dhjetra udhëtarë shqiptar janë bllokuar për orë të tëra ditën e djeshme në aeroportin e Malpensës pas një njoftim nga kompania ajrore Air Albania. Në pritje ndodheshin fëmijë dhe të moshuar, ndërsa mungonte një trajtim minimal human. Biletave tha jo, tha pa marrë nga... Jo, po kthehemi në trashina e lajmi, ne po kthehemi të gjithë. Një grup prej 18 turistësh shqiptar që udhëtonin drejt Polonisë me një guid të organizuar nga agjencia turistike ATHS kanë mbetur të zhgënjur. Sipas një denoncimi të mbërritur në redaksin ton, udhëtarëve nuk ju dha mundësia të hynë në ish kampin nazist të përqendrimit në Auschwitz, pavarësisht se kishin paguar paraprakisht për këtë vizitë. Ata pretendojnë se agjencia i kishte informuar se vizita në muze ishte një aktivitet opsional, por një pjesë e mirë e grupit kishte zgjedhur ta përfshinte në paket dhe kishte paguar 40 euro për person. Kur mbërritën në vend, atyre nuk ju lejua hyrja, duke bërë që shumë prej tyre të ndehen të mashtruar dhe të pakënaqur nga menaxhimi i udhëtimit. Kishim ardhur enkaz për këtë pjesë të itinerarit, pasi Auschwitz ka një rëndësi të veçantë historike. Të na mbetë dera mbyllur është e pafalshme, shprehet një nga turistët e prekur. Grupi kërkon tashmë një përgjigje zyrtare nga kompania ATHS për mungesën e shërbimit të premtuar, ndërkohë agjencia nuk ka reaguar ende publikisht për situatën. Ky incident ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si menaxhohen paketa turistike dhe transparencën që agjencitë duhet të tregojnë ndaj klientëve të tyre. Banorët e zonës pallateve Çabej në Tiranë përballen çdo ditë më shumë rrjedhje të ujrave të zeza pranë pallateve të tyre. Situata është kthyer në një rrezik të drejtë për drejtë për shëndetin, veçanërisht për fëmijët. Ja shikoni çfarë bëhet ke pallatet Çabej. Te pallatet Çabej, në lagjin e njohur si Mistomame në Tiranë, situata është alarmante për banorët, e veçanërisht për ata me fëmijë të vegjël që luajnë çdo ditë pranë ambienteve të pallateve, ku derdhen ujrat e zeza të gjithë godinave përreth. Kjo situatë e ka kthyer zonën në një burim infeksionesh dhe sëmundjesh. Banorët janë të shqetësuar për shëndetin e fëmijëve dhe të vetes, ndërkohë që deri tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje serioze nga autoritetet për të zgjidhur këtë problem. Banorët kërkojnë që bashkia të ndërhyjë sa më shpejt dhe të tregojë përgjegjësi për të ndaluar këtë katrahur që po i rrezikon për ditë. Në mesazhin më poshtë qytetarja shprehet: "Do Zoti vinë ata të bashkisë për ujrat e zeza, se kemi dhe fëmijë. Është burim infeksioni dhe pislëku. Vdiqëm." Një grup turistësh shqiptar në Poloni nuk u lejuan të hyjnë në Auschwitz ndonse kishin paguar vizitën. Ata kërkojnë kompensim dhe përgjegjësi nga kompania ATHS për mashtrim dhe keq menaxhim të udhëtimit. Në një situatë të vështirë u gjendën udhëtarët në aeroportin e Malpensës, ku dhjetra qytetarë shqiptarë mbetën të bllokuar prej më shumë se 3 orësh, pas një informacion zyrtar nga linja ajrore që operonte fluturimin drejt Tiranës. Një qytetare, e cila dërgoi edhe një video ku dukej njerëz në këmbë dhe në kushte të vështira, tregoi se në mesin e udhëtarëve kishte rreth 15 fëmijë të vegjël si dhe persona të moshuar dhe të sëmurë, të cilët po përballeshin me stres dhe pasiguri të madhe. Nuk na japin asnjë informacion, as orar të ri dhe thonë se mund të nisemi nesër. Ndërkohë, nëse zgjedhim të largohemi nga aeroporti, na paralajmëruan se do të humbasim biletën, shpreh qytetarja. Udhëtarët ishin të shqetësuar për shëndetin e fëmijëve dhe për mungesën e ndihmës së nevojshme. Nuk dihej ende arsyeja e saktë e vonesës dhe qytetarët kërkonin ndërhyrjen e institucioneve përkatëse për të mbrojtur të drejtat e tyre si pasagjerë dhe për të garantuar një trajtim dinjitoz. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.